Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, gëzuar vitin e ri 2026. Le të jetë ky një vit i urtësisë dhe i drejtësisë më njerëzor për të gjithë ne. Fillojmë këtu edicionin ton të parë informativ për këtë vit. Zjarri i vdekjeprurës në Alpet zvicerane gjatë festës së vitit të ri, dhjetra të vdekur rreth 100 plagosur. Në Crans-Montana, në Zvicër, autoritetet zvicerane po hetojnë shkaqet e një zjarri shkatrues që shpërtheu në një bar në zordin alpin të Crans-Montana, duke lënë dhjetra persona të dyshuar të vdekur dhe rreth 100 të plagosur gjatë festimeve të vitit të ri. Shumica e të lënduarve janë në gjendje të rëndë pasi flakat përfshin lokalin e mbushur plot më pak se 2 orë para mesnate, të së enjtes rreth orës 1:30 bari i La Constellacion, i njohur si një nga pikat e natës në resort, u shndrua brenda pak minutash nga një skenë festimi në vendngjarje tek një prej tragjedive më të rënda në Zvicër. Sipas dëshmive për median franceze, BFM-TV, 2 gra që ndodheshin brenda lokalit thanë se pan një panakier duke mbajtur mbi supe një kamariere e cila kishte në dorë një qiri të ndezur brenda një shisheje. Sipas tyre, qiriu i vuri flakën tavanit prej druri, zjarri u përhap me shpejtësi dhe tavani u shëm, ndërsa njerëzit u përpoqën në panik të dilnin nga klubi në Bodrum përmes një shkallë dhe një derë shumë të ngushtë, duke shkaktuar shtypje dhe kaos. Kjo mund të ketë ndodhur edhe për shkak të shampanjës e cila ishte avulluar në ajër. Një i ri në vendngjarje tregoi se njerëzit thyen dritarët për t'u arratisur nga tymi dhe flakët, disa prej tyre të plagosur rënd. Ai e krahasoi skenën me një film horror. Numri i madh i të lënduarve bëri që njësitë e kujdesit intensiv dhe salët operacionit në spitalin rajonal të arrinin shpejt kapacitetin maksimal, tha Mattia Renal, kreu i qeverisë së kantonit të Valais. Prokuroreja e përgjithshme e Valais, Beatrice Pilou, deklaroi se është ende e herët për përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit, por autoritetet kanë përjashtuar mundësinë e ndonjë sulmi. Ekspertët nuk kanë mundur ende të hyjnë në rrënoja për shkak të rrezikut, po punohet për identifikimin e viktimave dhe njoftimin e familjeve. Dhjetra persona dyshohet se kanë humbur jetën, rreth 100 janë të plagosurit. Zoran Mamdani betohet se i kryebashkiak i New Yorkut në një stacion historik metroje. Zoran Mamdani u betua si kryebashkiak i New Yorkut pas mesnatës së së enjtes, duke marrë detyrën në një ceremoni simbolike të zhvilluar në një stacion historik metroje të aktivizuar në Manhattan. Mamdani, demokrat, u betua si kryebashkiaku i parë musliman i qytetit më të madh të Shtetet e Bashkuara, duke vendosur dorën mbi Kur'an gjatë betimit. Ceremonia private u mbajt në stacionin e vjetër Old City Hall Subway Station, një nga ndalesat origjinale të metrosë së qytetit, e njohur për harqet e saj madhështore. Ky është vërtet nderi dhe privilegji i jetësime, tha Mamdani në fjalën e tij të shkurtër pas betimit, i cili u administrua nga prokuroria e përgjithshme e New Yorkut, Letitia Jones, aleate politike e tij. Në komentet e para si kryebashkiak, Mamdani theksoi rëndësinë e transportit publik për vitalitetin dhe trashëgiminë e qytetit, ndërsa njoftoi emërimin e komisionerit të ri të departamentit të transportit, Mike Flynn. Faleminderit të gjithëve, shihemi më vonë të ai një buzëqeshje përpara se të ngjitet drejt shkallëve të daljes. Më vonë gjatë ditës, Mamdani u betua sërish në një ceremoni publike më të gjerë në Bashkinë e Qytetit, ku betimi u administrua nga senatori amerikan Bernie Sanders, një nga figurat politike që ai konsideron si frymëzim. Pas ceremonisë, është planifikuar një festë publike në Broadway në segmentin e njohur si Canyon of Heroes. Në moshën 34 vjeçare, Mamdani bëhet kryebashkiaku më i ri i New Yorkut në preza, si i pari me prejardhje nga Azia Jugore, i lindur në Afrika, i lindi në Kampala të Ugandës, djali i regjizores Myra Neer dhe akademikut Mahmoud Mamdani. Familja u shpërngul në New York kur ai ishte 7 vjeç, ndërsa Mamdani u bështetas amerikan në vitin 2018. Fushata e tij u fokusua tepër ballueshmëria e jetesës në një nga qytetet më të shtrenjta në botë. Si demokrat socialist, ai premtoi politika transformuese si qerdhe falas, autobus falas, ngrirje qiraje për rreth 1 milion familje dhe një projekt pilot për dyqane ushqimore të menaxhuara nga bashkia. Krahas këtyre,
Ai do të përballet me sfidat e përditshme të qeverisjes urbane që nga mbeturinat e bora tek vonesat e metros dhe gropat në rrugë. Në betimin e mesnatës, Zoran Mamdani nisi një nga detyrat më të vështira dhe më të vëzhguara në politikën amerikane. Gjykatësi urdhëron Trumpin të ndalë dislokimin e gardës kombëtare të Kalifornisë në Los Angeles. Një gjykatës federal ka urdhëruar administratën e Donald Trump të ndalë dislokimin në Kaliforni të Gardës Nacionale të Kalifornisë në Los Angeles të kthejë kontrollin e trupave autoriteteve të shtetit të Kalifornisë. Gjykatësi i qarkut federal të San Franciscos, Charles Breyer, miratoi një urdhër paraprak në favor të padisë paraqitur nga autoritetet e Kalifornisë, duke quajtur veprimin e administratës federale të pajustifikuar dhe në kundërshtim me parimet kushtetuese. Megjithatë, ai pezulloi përkohësisht zbatimin e vendimit deri të hënën për t'i dhënë kohë administratës të apelojë. Në qershor, Trump urdhëroi aktivizimin e mbi 4.000 trupave të Gardës Kombëtare të Kalifornisë pa miratimin e guvernatorit Gavin Newsom në kuadër të përpjekjeve për zbatimin e politikave të ashpra të migracionit. Deri në fund të tetorit, numri i trupave ishte reduktuar në disa qindra, po Kalifornia vijoi kundërshtimin ligjor. Shtëpia e Bardhë sinjalizoi se do të apelojë vendimin, duke pretenduar se presidenti ka autoritet ligjor për të dislokuar Gardën Kombëtare për mbrojtjen e personelit dhe pronës federale pas trazirave të dhunshme. Po Breyer lodhi poshtë argumente duke i quajtur disa prej tyre tondice dhe të tjera afër keq interpretimit. Prokurori i përgjithshëm i Kalifornisë, Rob Bonta, përshëndeti vendimin si fitore për demokracinë dhe sundimin e ligjit. Presidenti nuk është mbret, deklaroi ai, duke shtuar se Garda Kombëtare nuk mund të federalizohet sipas dëshirës pa justifikim ligjor. Në vendimin e tij, Breyer paremëroi se administrata po përpiqet të krijojë një forcë policore kombëtare të përbërë nga trupa shtetërore, duke theksuar se forcat lokale të rendit, Los Angeles PD, sherifi i qarkut dhe policia rrugore e Kalifornisë kanë qenë të afta të menaxhojnë protestat pa ndihmën e Gardës. Mesazhi i Papa Leonit 14 në meshën e parë të vitit të ri. Bota nuk shpëtohet duke mprehur shpatat, por duke mirëpritur dhe falur. Bota nuk shpëtohet duke mprehur shpatat, duke gjykuar, duke shtypur ose duke eliminuar vëllezërit tanë. Kështu deklaroi Papa Leone i 14 në meshën e parë të vitit të ri të mbajtur në Bazilikën e Vatikanit, ku kryesoi kremtimin e meshës me solemnitetin e Marisë së Shenjtë, Nënës së Zotit dhe me rastin e ditës së 59 botërore të paqes. Tema e këtij viti është paqja qoftë me ju të gjithë drejt një paqe të paarmatosur. Papa bëri thirrje për të fortë për paqe, duke theksuar se dhuna, gjykimi dhe shtypja nuk mund të shpëtojnë botën, ndërsa përdori të njëjtat fjalë si në ditën e inaugurimit të tij. Edhe në këtë festë solemne në fillim të vitit të ri, ndërsa i afrohemi përfundimit të jubileut të shpresës, le të qasemi skenës së lindjes së si besim i vendit të paqes, së armatosur dhe të çarmatosur par excellence, një vend bekimi ku mund të kujtojmë mrekullitë që Zoti ka kryer në historinë e shpëtimit në jetën tonë dhe pastaj të nisemi përsëri si dëshmitar të përulur në shpellë duke lavdëruar Perëndin për gjithçka që kemi parë dhe dëgjuar. Le të jetë ky angazhimi ynë, vendimi ynë për muajt që vijnë dhe gjithmonë për jetën tonë të krishterë, u shpreh Ati i Shenjtë. Papa përshëndeti dhe vlerësoi nismat e shumta për paqe të organizuar në mbar botën, duke shprehur mirënjohjen e tij për angazhimin e qytetarëve në promovimin e paqes. Shpreh vlerësimin tim për nismat të promovuara me këtë rast në të gjithë botën. Në veçanti kujtoi marshimin kombëtar që u zhvillua mbrëm në Catania dhe përshëndes pjesëmarrësit dhe atë organizatën nga Bashkia Sant'Egidios. Papa kujtoi se fillimi i këtij viti shënon 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut. Dua të shtri se cilit person bekimin tim të marrë nga shkrimi i shenjtë. Zoti ju bekoft dhe ju ruajt, ju tregoj fytyrën e tij dhe ju mëshiroft. Le ta kthej shikimin e tij mbi ju dhe t'ju jap paqe. Nëna e shenjtit e Zotit na udhëzon në rrugën e vitit të ri, urimet më të mira të gjithëve, shtoi Papa. Viti i ri 2026 në sulme të ruse, mbi 200 dronë godasin Ukrainën, raportohet për 24 viktima në Kherson.
Gjatë natës së vitit të ri, lufta mes Rusisë dhe Ukrainës u përshkallëzua dhe më shumë. Rusia kreu një numër të madh sulmesh me dron, duke synuar kryesisht infrastrukturën energjetike të Ukrainës në disa rajone me qëllim dobësimin e furnizimit me energji dhe presion ndaj civilëve. Presidenti Zelenski cilësoi këtë si një veprim të qëllimshëm për të sjellë luftën në një moment simbolik festash. Ka ana tjetër, Rusia akuzon Ukrainën se ka kryer një sulm me dron në një zonë të Khersonit që kontrollohet nga forcat ruse, ku sipas Moskës u vran civil që po festonin ndrimin e viteve. Këto akuza janë pjesë e luftës informacionit mes dy palëve dhe nuk mund verifikohen në mënyrë të pavarur. Në të njëjtën kohë, Ukraina po përpiqet të forcojë mbrojtjen e saj ajrore. Vendosja e dy sistemeve shtesë Patriot nga Gjermania synon të mbrojë qytetet dhe infrastrukturën kritike nga sulmet ajrore, veçanërisht nga dronët dhe raketat ruse. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump ka komentuar yllin e Hollywoodit George Clooney pasi mori shtetësinë franceze dhe shfrytëzoi rastin për të kritikuar dhe Francën. Trump dhe administracitë kanë mbështetur partitë anti-emigracion në Europë, tha se aleati kryesor Franca kishte një problem të tmerrshëm me krimin dhe emigracionin. Një dekret zyrtar i parë i AFP-s tregoi se fituesi 64 vjeçar i çmimit Oscar, Clooney dhe gruaja e tij Amala Malaudin, Clooney dhe dy fëmijët e tyre ishin bërë shtetas francez. Lajmi i mirë, George dhe Amal Clooney, dy nga parashikuesit më të këqij politik gjitha kohërave, janë bërë zyrtarisht qytetarë të Francës, e cila për fat keq është në mes të një problemi të madh kriminal për shkak të trajtimit absolutisht të tmerrshëm të emigracionit, tha Trump. Ylli i Ocean 11, Clooney ishte një mbështetës mbledhës fondesh demokrate prekosh dhe kritik i zëshëm i Trumpit. Në postimin e tij në rrjetet sociale, Trump kujtoi faktin se aktori mbështeti Biden gjatë zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuar në vitin 2024, po më pas e latë në balë duke u shqetësuar për moshën e demokratit. Përshkallëzohen protestat në Iran, një i vdekur dhe 10 plagosur në përreshjet me forcat e sigurisë. Përreshjet midis protestuesve dhe forcave të sigurisë përthyen në Iranin jugperëndimor, raportoi agjencia e lajmeve Farsi në ditën e 5 të protestave të përqendruar në këtë çështje në disa qytete në të gjithë vendin. Disa protestues filluan të hedhin gur në ndërtesat administrative në qytet, duke përfshirë zyrën e guvernatorit Xhamin, fondacionin dëshmore, bashkinë, bankat, përpara se të niseshin drejt zyrës guvernatorit, raportoi Farsi, duke shtuar se policia përdori gaz lotësie dhe një numër të panjohësh u plagosën. Në Lordegan është një qytet 40.000 banor i vendosur 650 km larg Teheranit. Një burr u vra në Iran të dielën vonë, raportoi televizioni shtetëror. Vdekja e parë regjistruar pas ditësh të demonstratave të përqendruar në inflacionin e lartë dhe saktësinë e të dhënave, dhe kjo konsiderohet si një nga demonstratat më të mëdha që nga protestat që tundritën vendin 3 vjet më parë. Media shtetërore raportuan të dielën se burri i vrarë ishte antar i milicisë paraushtarake Basil, e cila është vendosur për shtypur protestat, duke identifikuar atë me 21 vjeçarin Amir Hosham Kodajari Far. Tonë informative. Numri i emigrantëve të rikthyer pas pandemisë është rritur, por gjithashtu dhe kushtet për integrim janë përkeqësuar. Anketat e migracionit të zhvilluara nga Instati vitin e kaluar zbuluan se gati 108.000 persona janë rikthyer deri në vitin 2024, ndërsa 45% e tyre erdhën pas pandemisë. Aksesi të kthyer në punësim dhe shërbime është përkeqësuar në krahasim me periudhat paraardhëse, duke bërë që synimet për riemigrim të jenë më të larta krahasuar me ata që nuk kanë emigruar. 13% e emigrantëve të kthyer po bëhen gati të ikin përsëri brenda vitit, krahasuar me një nivel pothuajse të papërfillshëm për 1% është tek jo emigrantët. Profili i ri i emigracionit ka një tendencë në rritje në rikthim të emigrantëve pas pandemisë, por nga ana tjetër kushtet e emigrimit të tyre janë vështirësuar më shumë, sidomos pas pandemisë, sipas dhënave të fundit nga anketa e migracionit zhvilluar nga Instati së fundmi. Vatra uron të gjithë shqiptarët gëzuar vitin 2026, të nderuar bashkombas, të dashur vëllezër motra Vatran, më lejoni në emër të Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, gazetës Dielli, në emrin tim personal e të familjes sime, shkruan zoti Elmi Berisha, t'ju uroj gëzuar vitin e ri 2026, qoftë një vit i jashtëzakonshëm për secilin prej jush. Uroj me shpirt, keni shëndet, sukses, mirësi, begatje, mbarsinë familje, punë, çdo angazhim profesional, daçi faqebardh në çdo betejë, sfide dhe suksesi, qoftë kur e fjala përpjekjeve të frushme për komb dhe komunitet. Kam një urim special për bashkëpunëtorët e ngushtë,
kryesinë e Këshillit e Vatrës, të mbar vatranët mirënjohje dhe respekt për punën tuaj të shkëlqyer, jeni krenari, forcë e motivim për të çuar përpara punët e mëdha kombëtare, shkruan zoti Elmi Berisha në përshëndetjen e tij. Drita, shpirti, shpresa, begatia, gëzimi, lumturia dhe dashuria dhe bekimi i Perëndis mbretëroft në çdo vatër të familjeve të bekuara të nderuara shqiptare. Agim Aliçkaj, për bij e bija të denja të kombit shqiptar, të dashur bashkombas, bij e bija të denja të kombit shqiptar, po nisim një vit të bukur me arritje të mëdha, me shpresë dhe urime për jetë më të mirë, një jetë normale të lumtur me begati dhe harmoni mes nesh, pas fitores historike të kryeministit Albin Kurti dhe koalicionet vetëvendosje Guxo Alternativa dhe Partia Demokratike e Krishterë, ka marrë parasysh qindrorime në mënyra të ndryshme së bashku me falënderime për kontributin tim në këtë fitore, me që nuk kam mundësi t'i përgjigjem secilit, veç përmes të njoftimi në rrjetet sociale dëshiroj të falenderoj të gjithëve nga zemra. Ma ngro zemrën dhe më bën besoj se shumë prej jush e kanë kuptuar drejt angazhimin tim të sinqert, pasi interes personal, vetëm në interes të shtetit Kosovës dhe kombit shqiptar. Një përjetim i veçantë për mua ishte vizita në zyrën time e motrës shqiptare nga Peja, zonjë Servete Haxhi Ajdini, e cila më dhuroi një buqet me lule si shem njëjore për kontributin tim kombëtar. Kur një motër dhe nën shqiptare bën një përpjekje të tillë për shprehur respekt, është nder dhe kënaqëri e paimagjinueshme dhe e pakufishme. Ai thënë nuk ka asgjë më të madhe, në mënyrë veçantë dëshiroj të falenderoj dhe mediat e respektuara Bota Sot, Gazeta Dielli, Liria, Gazeta Alpeve, Plava dhe Gucia, televizionin në shqiptarëve të Amerikës dhe Facebook dhe X për mundësitë që më dhanë të shpreh vazhdimisht pikpamjet e mia. Ju ftoj të gjithëve që secili në mënyrën e vet, në mundësinë që kemi të ndihmojmë kombin tonë në vendet tona të origjinës, gëzuar vitin e ri 2026 me respekt të gjithëve. Agim Aliçkaj, drejtori ekzekutiv i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane. Ambasada e Shtetit Bashkuar në Tiranë ka ndarë lajmin e diplomimit të Akademinë Kombëtare të FBI, të agent të Spakut, Eduard Kaloshi. Shefi i FBI, Kash Patel, i ka dhënë Kaloshit certifikatën e diplomimit në një ceremoni të organizuar në zyrat e Byros Federale të Hetimit. Ambasada e Shtetit Bashkuar e konsideron këtë moment një hap të rëndësishëm për thëdhimin dhe bashkëpunimin mes institucioneve amerikane dhe Spakut. Ambasada e Shtetit Bashkuar vlerëson këtë zhvillim si pjesë e angazhimit përbashkët për forcimin e drejtësisë dhe luftën kundër krimit. Shpirti shqiptar, zemër elektrike e rrugtimi muzikor i violinisës Rosita Fishta. Violiniste shqiptare me bazë në Boston, Rosita Fishta po ndërton një profil unik artistik, duke bashkuar rrënjë klasike, energjinë bashkore dhe violinën e saj elektrike. Muzika e saj, siç thot vetë, synon përcjell emocione. Dhjetori ka qenë një muaj intensiv për të, në koncerte solo, në festat e fundvitit, evente korporative dhe një performancë të rëndësishme në MGM, ajo cilëson si një moment kyç karriere, si një bashkëpunim energjik me reperin MC Kresha. Më herët ajo ka ndarë në skenën me emra të njohur të muzikës shqiptare si Alban Skëndera, Ledri Vula, bashkëpunime që vlerëson për lidhjen kulturore dhe identitetin e përbashkët. E lindur në Tiranë, e rritur me rrënjë familje në Shkodër, Rosita mori formin klasik në shkollën Prenkjakova, që në moshën 5 vjeçare violinën e pati shoqe të pandar, sidomos pas ndarjes nga jeta të atit të saj Tonin Fishta, figurë që ajo kujton si frymëzim dhe forcë. Në moshën 18 vjeçare fitoi bursë të plotë në Konservatorin Santa Cecilia në Rom. Në vitin 2013 u vendos në Boston, ku performon në orkestra prestigjioze përfshirë New England Philharmonic, Candle Square Orkestra, ku shërbeu dhe koncert maestre. Hapi vendimtar në karrierë erdhi me zgjedhjen për të shfaqur si violiniste solo me violinë elektrike. Është i njëjti instrument, po një nivel tjetër prodhimi, thekson producenti Aren Sleka. Por Rosita në performanca solo është personale dhe kërkon përgjegjësi më të madhe artistike. Aktualisht Rosita ndjek studime për Independent Recording and Production në Berklee College of Music, ka performuar në skena të njohura si Vang Theater, Aganis Arena, ku ka ndarë skenën me artistë ndërkombëtar si Lady Z, Q-Tip, Gilberto Santa Rosa, dhe ka qenë ftuar nderi në eventet Edward Kennedy Center. Vlora Nikçi, prindër, mbështesni ëndrat e fëmijëve. Aktoreja dhe producentja Vlora Nikçi ka nisur një projekt të ri edukativ për fëmijë dhe të rritur në Tukahoe Community Center, duke hapur klasa aktrimi që lidhen drejt për drejt me serialin televiziv American Dream, ëndra amerikane. Ideja sipas Nikçit
lindi gjatë çerimeve të serialit ku fëmijët pjesëmarrës shfaqin interes për të mësuar më shumë rreth aktrimit. Kërkesa erdhi natyrshëm dhe në momentin e dur, e veçanta është se fëmijët praktikojnë me një në skenë atë që mësojnë në klasë, duke u bërë pjesë aktive e serialit, shprehet ajo. Në këto klasë aplikohet sistemi Stanislavskit, një metodë klasike e aktrimit që ndihmon nxënësit të kuptojnë dhe të shprehin emocionet në mënyrë autentike. Nietzsche thekson se përvoja profesionale në film dhe në televizion përcjellet në mënyrë praktike dhe të kuptueshme edhe tek fëmijët, edhe tek të rriturit që ndjekin trajnime private. Gjithë nxënësit të shkollës të aktrimit do të kenë mundësi të përfshihen në serialin American Dream. Një shqiptar i dënuar për kanabis shpëton nga deportimi pasi partnerja e tij në Angli nuk flet shqip. Një shqiptar i identifikuar si Armando Iberhasaj ka shpëtuar nga deportimi drejt Shqipërisë pasi gjykatare e migracionit në Mbretërinë e Bashkuar vendosi se dërgimi i tij do të ishte tepër i ashpër për partneren e tij e cila nuk flet shqip dhe nuk ka lidhje me Shqipërinë. Iberhasaj ishte dënuar me 4 muaj burg për kultivimin e 200 bimeve kanabis në një shtëpi në Bolsover dhe Birshare. Kishte hyrë legalisht në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2019 dhe u arrestua brenda disa muajve pas ardhjes së tij. Ai argumentoi para gjykatës se deportimi do skelte të drejtën e tij për jetë familjare sipas Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit, duke theksuar se partnerja e tij nuk kishte vizituar kurrë Shqipërinë dhe nuk fliste gjuhën shqipe. Gjyqtarja Sara Pinder pranoi argumentet e tij duke thënë se deportimi do të kishte pasojë të papërshtatshme për partneren e tij. Leksikoni së drejtës publike, një vepër referuese për shkencën juridike shqiptare. Vepra Leksikoni së drejtës publike, nocione dhe institut të drejtës publike me autor Fezullah Berishën përfaqëson një nga kontributet më të rëndësishme akademike të viteve të fundit në fushën e së drejtës publike shqiptare. Një recension analitik, Sadik Haxhiu e vlerëson leksikonin si një vepër themelore që tejkalon rolin e një fjalori terminologjik duke u shndruar në instrument shkencor, didaktik dhe praktik për student, akademik dhe profesionist të administratës publike. Struktura e tij e qartë dhe logjika e bën veprën lehtësisht përdorshme si mjet referimi. Futbollisti nga Petrela, ambasadori i turizmit shqiptar në Poloni, futbollisti 27 vjeçar Julian Sheu, i cili aktualisht luan me ekipin Windsor Lodz në Poloni, ishte i ftuar i radhës së kryeministit Edi Rama në podcastin Flasim. Mes fushori nga Petrela ka filluar karrierën në Shqipëri me ekipin e Kastriotit, pasi spikati atij u transferua te ekipi i Laçit, ku qëndroi për 3 sezon, tregtoi rrugtimin e tij drejt skuadrës polake në sfidat me të cilat është përballur. I kthyer në një ambasador të Shqipërisë në Poloni, ai ka fituar aq shumë popularitet sa shprehet se një agjenci turistike polake i thotë sa herë bën ti gol ne shtojmë charter për Shqipëri, dhe kur vjen në Shqipëri Juliani tregoi se sjell shumë turistë polak që duan të njohin vendin tonë. Sipas tij polakët e duan Shqipërinë si pikë turistike, tha ai. Momenti frikshëm ku Broja pësoi goditje dhe trajneri detyrohet të kthehet në fushë. Armando Broja i trembit gjithë në minutën e 89, ndërsa Burnley po përballej me Newcastle, sulmuesi kombëtarës pësoi një goditje që u duk se ishte e rëndë nga reagimi i lojtarit në fushë. Broja reklamonte dhimbje të mëdha në fushën e plert, megjithatë ishte trajneri Scott Parker që po e shtynte të vazhdonte, dhe pse e provoi fillimisht e më pas stafi mjekësor u ofrua për ndihmën e parë, loja rifilloi me Brojen në minutën 92 pasi dhe stafi mjekësor dha okay, sulmuesi shqiptar ndërkohë vazhdonte çalonte në disa momente. Broja bëri mjaft mirë në ndeshjen e sotme. Burnley ndërkohë poshtë me 1-2 në Newcastle, ndërsa goli vetëm për ekipin u asistua nga Broja. Në veprën dhe personalitetin e tij, ai ka mundsuar dhe ka fituar respektin e kombëtarës, por edhe respektin e ekipit të tij. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, po ndahemi këtu me urimin gëzuar vitin e ri 2026.